Mirë të nderuar teleshikues, ne rikthehemi sërish në studio në transmetim të drejt për drejt këtu në ekranin e televizionit Fox News. Tani më jemi zhvendosur në këndin e të ftuarit të ditës. Për gjatë minutave në vim do të ndalemi dhe do të flasim për tragjedinë e ndodhur në Koçan të Maqedonisë së Veriut, një tragjedi e cila mori jetën e 60 personave të pafajshëm dhe duke lënë të lënduar mbi 150 të tjerë. Do të ndalemi për detajet dhe informacionet më të fundit të cilat vinë qoftë nga Maqedonia e Veriut, por edhe tek çdo detaj i cili do t'i shtoj një informacion analizës ton. Këtu në Fox News prezantoj me njëherë të ftuarit e kësaj hapësire. Me mua në studio është bashkuar Erald Kërluku, inxhinier ndërtimi, me të cilin do të ndalemi sa i takon çështjeve të teknikalitetit. Erald, të përshëndes, faleminderit që je sot në Fox News. Faleminderit për ftesën. Ndërkohë, në një komunikim të drejt për drejt nëpërmjet Skype-it, më bashkohet në këto momente zoti Fejzi Hajdari, analist nga Maqedonia e Veriut. Zoti Hajdari, të përshëndes, faleminderit që je sot në Fox News. Kënaqësi, përshëndetje. Zoti Hajdari, në fakt do ta nisim këtë hapësirë së bashku për të marrë të rejat, informacionet dhe të dhënat më të fundit të cilet kanë arritur autoritetet e Republikës së Maqedonisë së Veriut të nxjerrin nga kjo tragjedi e cila ashtu siç e përmenda ka lënë të paktën të vdekur 60 persona dhe mbi qindra të tjerë të lënduar, të plagosur. Vazhdon ende të jetë një situatë kaotike në Maqedoninë e Veriut dhe konkretisht në Koçan, zoti Hajdari? Fatkeqësisht, unë isha sot në mëngjes sapo jam kthyer para një ore, sepse nga Shkupi ka diku 1 orë e gjysmë deri atje në Koçan. Koçan është qytete për audiencën tuaj, gjendet në pjesën lindore atje. Kam një problem me lidhjen. Regjia do të rregulloj dhe do të sistemoj me njëherë lidhjen me zotin Hajdari nga Maqedonia e Veriut. Teksa, Erald, marr komentin tënd të parë, jemi përballur me një tragjedi të tillë, një tragjedi e cila nuk ka qenë e para për Maqedoninë e Veriut. Ndërkaq, ne i kemi parë pamjet, i kemi parë momentet e ndezjes së zjarrit, shpërthimit të atij zjarri masiv, më shumë se tani nuk dua të hyj edhe në terma ofendues, por më shumë se sa një banesë e vjetër e rënuar, nuk më duk si diskotek. Është e vërtet ajo që thoni juve, është një tragjedi me bilanc shumë fatal rreth 220 persona të prekur, ndërto 60 janë të vdekur, siç përmendët juve. Në fakt, unë po i referohem pak a shumë pasaj të pjesës teknike të punës, për shkak sepse profesioni që kemi, neve jemi të përballur gjatë gjithë kohës në ndërtimin e objekteve dhe sot në këtë fluksin e vendosjes, si thua, kërkesave për të ndërtuar edhe për shfrytëzime të ndryshme të qoftë lokale, qoftë restorante, qoftë disko tjerë me radhë, neve jemi akoma më të kujdesshëm sot si thosh, qoftë në projektimin dhe qoftë në zbatimin e këtyre objekteve. Thënë këtë, duket qartë që në këtë ndërtesë, nëse po ta klasifikojmë si të tillë, protokollet e zjarrit dhe anti-zjarrit nuk kanë ekzistuar pothuajse fare. Ingjesonde e thash, ingjesonde thjesht një shtëpi të braktisur, të rënuar, e cila ishte gati për të shëmbur nga dita në ditë, për të mos thënë më pas me sa informacion neve arritëm të mbledhim, besoj dhe analisti duhet ta rikonfirmoj, ajo ishte një magazinë e vjetër, e cila kishte pas një karakter të magazinave shqitjeve të qylymave, çfarë gjetëm në informacion. Dhe patjetër dhe teknologjia e ndërtimit sa ishte aq e vjetër sa që ekzistonin domethënë në çatinë e saj me çapam janë struktura të tilla si interneti që tashmë në gjitha ligjet ndërkombëtare, kombëtare nuk ekzistojnë më dhe janë të ndaluara në mënyrë kategorike. Në këtë rast fatal mendoj që arsyeja nuk është shumë e vështirë për të gjetur pse ndodhi kjo. Okej. Më bëjnë me dije se kam gati zotin Hajdari. Zoti Hajdari, jemi sërish së bashku, patëm një shkëputje të vogël me lidhjen, por jemi sërish në transmetim të drejt për drejt.
Domethënë të vazhdoj aty ku ngel ashtu. Patjetër. Vjoni analizën. Domethënë për audiencën tuaj, për publikun tuaj atje më duhet të them se Koçana është në një qytet apo qytec, për rrethonat e Shqipërisë i bie të jetë qytec, e banuar kryesisht me Maqedonas, dhe vazhdon edhe sot është atmosfera ashtu e zymt, vazhdojnë ato transparente, një transparent që ma hoqi kështu tërhoqi vëmendjen ishte ai se Maqedonia është shteti ku gjithçka vonohet përveç vdekjes e cila vije para kohë, që i shëvu diku aty në qytet e shtëpia e kulturës. Vazhdojnë ashtu protest ka pasur edhe sot nga disa studentë atje, nuk ishte për masave të djeshme, por megjithatë vazhdon situata tjetë e tillë nga ajo tragjedi që goditi këtë qytet. Informacioni i fundit i qeverisë është sepse ka shumë, tani kanë filluar edhe këto mediat, sidomos këto portalet lidhur me këto shifrat të cilat shfaqen për numrin e viktimave dhe sidomos të atyre që janë hospitalizuar. Domethënë qeveria sot tha se ka të vdekur 59, me që e përmendet pak atë shifrën e viktimave, dhe diku të hospitalizuar janë afër 170. Pjesa dërmuese e këtyre janë këtu hospitalizuar në Maqedoni, nëpër spitalet ndryshme, duke filluar nga Shkupja e Gjithanej, dhe një pjesë e tyre nëpër spitalet e shteteve të rajonit dhe bashkimit evropian. Sot në Selanik biles ishte edhe ministri i shëndetësisë zoti Arben Taravari, me që edhe atje ka të shtruar në spitalin e Selanikut, dhe deklarata e tij ishte se për shqipe e tij se ata gjenden, me që edhe vetë është me profesion mjek, gjenden në gjendje stabile kështu. E qartë, ndërkohë në këto momente patjetër që autoritetet janë duke kryer detyrën e tyre, zoti Hajdari, por në një farë mënyrë, në një formë zyrtare, si është përshkruar dhe si është përcjell kjo tragjedi? Unë kam përmendur edhe disa herë në analizat e mia dhe komentet, sidomos sepse këto ngjarjet e këtilla tragjike, fatkeqësisht këto vitet e fundit tani si duket janë shablonizuar, janë bërë stereotipe të cilat vazhdimisht paraqiten, dhe gjithmonë kam qenë shumë kritik ndaj autoriteteve dhe kam konstatuar në bazë të analizave se këtu në Maqedoni ka një sistem të kalbër të funksionimit, i cili vuan nga korrupsioni i shkallës së lartë, një gjyqësor i cili fatkeqësisht në bazë matjeve të fundit ka vetëm 2% besim të qytetarët, pastaj padrejtësi që bëhen, nuk respektohen ligjet, edhe gjithçka kjo kulmoi këto viteve të fundit, 5 apo 10 vitet e fundit të ndodhin skandale, tragjedi të tipit spitalit modular ku dogjën 14 vete, dini ju në Tetov, pastaj tragjedia e Besatransit ku 45 shqiptarë humbën jetën me një autobus të një agjencie turistike atje, duke u kthyer për në Maqedoni në Sofje të Bullgarisë. Pastaj ishte edhe autobusi tjetër i cili u rrotullua diku afër Shkupit në vendin në lokacionin e quajtur Llaskar, i cili fatkeqësisht mori 16 viktima që ishin po ashtu shqiptar. Dua të them, dhe kjo e fundit tani 59, dua të them se në Maqedoni gjithë këto tragjeditë kanë, sipas mendimit dhe vlerësimit tim, kanë një emërues të përbashkët i cili quhet korrupsion. Shkalla e lartë e korrupsionit, mendoj se siç po konstatojnë tani edhe organet e hetimit dhe sidomos partitë politike, se korrupsioni është ai që ka shkaktuar në mënyrë indirekte edhe këtë tragjedi atje, sepse tani ju e dini se me këto 2 ditë e fundit janë marrë dhe janë paraburgosur diku 14 persona nga 23 që dyshohen. Të gjithë ato kanë qenë
kanë qenë pjesë e qeverive të mëparshme kur edhe dyshohet, po kur është vënë edhe licenca e funksionimit edhe punës të atij objekti, atje klabi apo siç e quajnë disko. E qartë, ndërkohë është fatkeqësi zoti Hajdari që pjesa dërmuese e viktimave janë i përkasin grup moshës së re, 18 deri në 25 vjeç, janë shpallur 7 ditëzie kombëtare në Maqedoninë e Veriut për këtë tragjedi, janë zhvilluar një sër protestash, ka patur një sër arrestimesh. Çfarë kanë sjellë këto protesta, zoti Hajdari, dhe cilët janë pjesë e arrestimeve? Pjesë e arrestimeve janë, siç e përmendëm pak më parë, njerëz që kanë qenë pozicione kyçe në Ministrinë e Ekonomisë, e cila merret dhe jep licenca të tilla. Sa i përket për protestave, protestat qellova aty isha pikërisht në momentin kur filloi demolimi lokalit atij personit, respektivisht pronarit të diskos, të atij klubit. Po, pati një sulm me sende të forta kundrejt lokalit të pronarit të diskotekës, se as diskotek nuk e quajmë dot, po të asaj ndërtese ku ndodhi tragjedia. Prandaj unë thënë, pikërisht pronari tani për tani është arrestuar, mirë po ka njerëz ata të sigurimit që kanë qenë aty, dhe është interesant se prokuria për ato gjitha akte vandale që ishin aty, pavarësisht kësaj dhimbje të madhe, tragjedie të madhe, nuk pa akte kështu, nuk pa akte që mund të gjykohen. Sa i përket protestave, për sot janë paralajmëruar ato protesta cilat pritën të jenë masive të mëdha këtu në Shkup, dhe këtu me siguri do të ketë një masovitet pak më tepër, do të ketë, sepse janë thirrur nga student, nuk kanë lejuar të politizohet kjo ngjarje tragjike, dhe mirë bëjnë që nuk i japin rast të politikës, nuk i krijojnë hapësirë politikës marrë, edhe sepse politika është e pamëshirshme, siç e dini edhe ju. Po çfarë nuk shkoi zoti Hajdari, çfarë nuk shkoi me klubin, çfarë nuk shkoi pati? Klubi, po shikoni, ai klubi ishte, siç kam lexuar unë, i themeluar dikur në vitin 1999, pastaj në 2014 asaj pjesë të vogël, asaj hapësire të vogël i është shtuar edhe një aneks tjetër, mirë po deri aty gjithçka ka qenë në konform normave ligjore, e kuptoni? E qartë. Po, pjesa tjetër kjo për cilën po flasim është se këtij klubi diku në mars vitit kaluar i ka skaduar afati, dhe atëherë në mars vitin kaluar ka qenë qeveria para ajo që ishte pak më parë që iku tani që është në opozitë. Dhe tani dyshojmë pikërisht ata njerëz që i kanë dhënë ato licenca, ato leje pune. Gjithçka tragjedinë e ka shkaktuar ato mjetet piroteknike të cilat janë rreth aty brenda atij lokalit shumë të ngushtë, shumë hapësirë shumë e vogël për gjithë ata njerëz aty brenda. Edhe interesant është fakti sepse ato mjete piroteknike i kanë ndezur pikërisht, ose i ka organizuar pikërisht njëri nga ata dy këngëtarë që interpretonin aty brenda. Ndërkohë që është konstatuar se lejet posaçme, duhesh ka leje posaçme për mjete piroteknike brenda ambienteve të mbyllura. Lejet të tilla nuk kanë. Lejet të posaçme, lëndë piroteknike përdoren shumë rrallë edhe në klubet më me emër, jo vetëm të Shqipërisë, por të kujdo vendi tjetër të Europës dhe të botës, po kam përshtypjen në ndërtimet në një pjesë të madhe të vendeve janë të cilësisë së lartë, dhe kam përshtypjen në tragjedinë ka shkaktuar pikërisht vjetërsia që ka patur ndërtesa. Ju thatë që është një ndërtesë e vitit 1999, ka patur një lloj shtese, një lloj rikonstruktimi në vitin 2014, por nuk ka ndryshuar asgjë. Ta dëgjojmë pak inxhinierin zoti Hajdari, analizën e tij. Faleminderit. Erald, ndërtesa e vitit 99, në 2014 është bërë një ndërhyrje sipas informacionit të zotit Hajdari, lëndë piroteknike. Cilësia shumë e ulët.
e ulet. Po mendoj nuk ishte ndonjë cilësi ndërtimi me aq sa sepse jam laik në këtë lëmi, po mu duk se shumë e dobat për nga muret, për nga gjithçka. Kupton sepse gjithçka kishte shkrumuar, ai zjarr kishte shkrumuar. Dhe mendoj që është cilësi se ulet, kualitet shumë i ulet. Patjetër. Erald? Unë nuk dua të ndalim tek shkaku i pse ka ndodhur. Fund fare ajo një shkak mund të ndodhi në çdo rast, domethënë një shkëndijë elektrike mund të ndodhi që të ndezi zjarrin. Pra, domethënë patjetër që ato pajisjet piroteknike duhet të jenë të licencuara, duhet të jenë kontrolluara, duhet të kenë ato parametrat e tyre që mos të dëmtojnë askënd kur ato përdoren. Por në këto përmasa që ka ndodhur, pra në këtë lloj tragjedie, në këtë fatalitet, mendoj që përgjegjësia shkon për te pajisjes piroteknike. Ktu është një çedim total i gjithë sistemit të ndërtesës vetvete, domethënë, ku aty nuk ekzistonte. E tha zot Vejdari që kishte mbaruar leja e posaçme që vitin e kaluar. Po mendoj që ajo është më tepër se ai, sepse po ta shohësh çështjen e çatisë që ajo kishte, mendoj që është shumë e vjetër dhe shumë e amortizuar. Dhe një nga arsyet që mendoj që ka marrë flak në atë lloj shpejtësie, pra unë arrita të si tush të kronometroja atë videon ku kjo mjeti piroteknik kalonte ato grimcat e zjarrit dhe hapja e zjarrit në tavan, po them në momentin e parë thjesht të shkëndia të zjarrit, se po të kishte qenë pastaj diçka tjetër do ishte. Ato në atë që vura re unë në 10 sekonda, ajo mbuloi diku ke 3 metra katror, domethënë taraca, domethënë ajo pjesa që u doq në atë shkëndi për 10 sekonda, çfarë kuptova unë, domethënë nga video shkoi diku ke 3 metra katror. Do të thotë që ai materiali i lartë ka qenë komplet i prirur për t'u djegur dhe përveç se është djegur, ka mbajtur flakën. Dhe ky është një nga problemet në vazhdim. Mendoj që materiali termoizolues që kanë përdorur për ta kthyer në atë klub që kishin pasierë, ka qenë një material i cili nuk ka qenë i përshtatshëm në rastet e zjarrit. Ja, kjo është ndërtesa. Po, apo ta shohësh ajo pjesa e çatisë, domethënë, unë mundova ta shifsha në shumë raste. Mu më duket patjetër se nuk kam qenë atje dhe nuk kam informacione, se edhe me kontaktet me kolegët që kemi nuk kanë rinë dot, ndoshta ato janë në zi, por shoh që ato janë internite, pra janë materiale si thoshte në kohës përpara viteve 90, domethënë si mbulesë, e kam fjalën. Këto mbulesa i shifshim dikur ku kemi qenë të vegjël, për këto ambientet sportive. Kështu që unë mendoj që arsyeja kryesore pse ndodhi fatkeqësia ishte materialet e termoizolimit apo materialet jo të duhura. Kjo është një anë e medaljes, po. Ana tjetër është mungesa e dyerve të emergjencës. Zoti Hajdari ka patur dyer emergjence ndërtesa në fjalë? Ka me drejt. Nuk ka pasur edhe ato dera e hyrjes ishte shumë e vogël më. Atëherë, për ta vazhduar, zoti Hajdari. Atëherë, unë kërkova tek ndërtesa në për këto informacione që mund gjej, me çfarë ndoshta zoti Hajdari më korrigjon se është në terren. Unë vuna re që sipas asaj që është përshkruar është, ndërtesa kishte 2 dyer. Dera kryesore dhe ishte një derë mbrapsht e cila ishte mbyllur me material karton gipsi themi neve, material blokus, ku e cila nuk funksiononte. Dhe dera ishte e vetmja aty ku hyshin dhe ku dilshin. Në aspektin logjikën e shmangjes nga zjarri, vrapimit për dalë nga dera, një derë për kohën që i duhet një personi në momentin e zjarrit, llogaritet 2 minuta që ai duhet tiki të dali. Pjesa më e madhe kanë humbur jetën fatkeqësisht për shkak të asfiksimit. Duhet ta përmendim edhe këtë fakt se një pjesë tjetër për shkak të zjarrit, por pjesa më e madhe ka qenë asfiksimit, sipas burimeve të mia. Po të shohësh videot aty, ka disa momente që zjarri ishte në tavan edhe ato vazhdonin kërcenin, domethënë. Domethënë ata është dhe pjesa e moshës, besoj që në këtu duhet futet edhe një psikolog. Mënyra se si e perceptojnë ato ora 3, palese si kanë qenë atë gjendje euforie mund të kenë qenë. Pra ato kanë pas dhe vonesën e tyre për të filluar shmangjen e tyre edhe dalin në mënyrë emergjente nga dera. Por edhe sikur të ishin në kushtet më optimale, me çfarë kemi kuptuar kanë qenë diku ke mbi 500 veta brenda. Dhe mbi 500 veta brenda për të dalë nga një portë, nuk e di, unë llogaris sikur të jetë porta e emergjencës, që është minimalja, është 1.2 metra, 1.3 metra, domethënë, nuk mund dalin më shumë se sa 120 veta për 2 minuta kohë që duhet të dalin në total. Pra ato ishin të destinuar që do kishin fatalitet në rast të zjarri. Mungesa e portave të emergjencës, mendoj, është arsyeja e dytë shumë kryesore për këtë ndodhi kaq fatkeqe. E kuptoj.
A ka një proces hetimor në këto momente, zoti Hajdari, pra cilët janë ekspertizat që janë duke u kryer? Janë në rrjedhë për është procesi hetimor, ja sot është marrë edhe kryetari i komunës, sepse disa licenca që jepeshin për atë klab atje, vinin edhe nga autoritetet komunale, kryebashkia ku është marrë në bisedë, pritet të mirët prapë në bisedë, sot organet hetimore janë futur edhe brenda hapësirave të komunës, po marrin, po shikojnë, po analizojnë gjitha të dokumentacionin e nevojshëm për të kryer një hetim të besueshëm. Dhe atë që përmenda dhe në fillim në kuadër të kësaj kanë marrë edhe tani për tani janë marrë në paraburgim të shpejt 14 veta nga gjithsej 23 të dyshuar. E kuptoj. Ndërkohë më thatë që sot prisni protesta masive të organizuara nga qytetarë, nga të rinj, nga familjarë të viktimave, nga kush, zoti Hajdari? Kryesisht nga qytetarë të cilët janë prekur shumë nga kjo tragjedi dhe unë jemi prekur të gjithë sepse është e tmerrshme që të kemi një shifër kaq të rëndë. Nuk ka diskutim dhe ajo që më bën përshtypje mua, sepse megjithatë ne se di sa mund ta konceptoni këtë në realitetin tonë, sepse ne jetojmë me një shtet mirë, po sigurt janë dy bota. Ajo që më bën përshtypje tani me që bëhet fjalë kryesisht për Maqedonin, pse zyrtarisht nuk dihet sakt. Ajo gatishmëria e organeve kompetente, institucioneve kompetente për të reaguar menjëherë me një shkallë kaq mobile. Fjala bie te rastet e shqiptarëve ka patur, nuk mund të them se s'ka patur një angazhim të institucioneve, po nuk ka qenë fatkeqësisht, duhet ta potencoj, nuk ka qenë i kësaj shkalle, i këtij niveli, nuk ka qenë. Dhe më bëhet, më vjen mirë që institucionet e kanë marrë kaq seriozisht këtë tragjedi, sepse bëhet fjalë për tragjedimi për masa shumë të mëdha. Vllai Zoti që edhe në të ardhmen të mos ketë tragjedi të tilla, mirë po të jenë institucionet shtetërore për të gjithë pjesëtarët e varësive etnike këtu, gjithë popujt që jetojnë në Maqedoni që të jenë kaq mobilë dhe kaq të gatshëm për të ndihmuar. Ndërkohë në djenin tuaj, zoti Hajdari, se do të pyes edhe Eraldin, por në djenin tuaj, a kemi të bëjmë në po të njëjtën zonë apo në zona të tjera afër me ndërtesa të cilat funksionojnë në një farë mënyre si klube nate, por që kanë po të njëjtat të cilësi siç ishte kjo në Koçan? Fatkeqësisht ka të tilla plot. Këtu qëndron problemi se ne duhet i parandalojmë këto, se po të kemi të tjera. Pikërisht. Fatkeqësisht të tilla pas ka plot, unë ja tani po shoh sot duke lexuar që funksionojnë ashtu, pa leje, ato lejet edhe licencat që duhet që parashihen me ligj konform normave ligjore. Këtu dhe inspektorati sot është në terren, menjëherë janë mobilizuar, kanë dalë në terren për t'i konstatuar edhe lokalet, por edhe ato lëshimet eventuale në ato klubet ku ligjërisht funksionojnë. Po si duket e gjithë kjo ndodhi, ju desh të ndodhe kjo, ra ky morte u pas. Në mënyrë që të kemi një lëvizje të autoriteteve. Pikërisht, po prandaj unë edhe thash pak më parë se autoritetet duhet të jenë mobile dhe të gatshme çdo herë të veprojnë kështu. E qartë. Erald, kemi të bëjmë me të tilla ambiente që edhe në Shqipëri kemi pafund. Vetëm në Tiranë kush e di sa ambiente të tilla kemi, jo më pasaj në qytete të ndryshme të Shqipërisë. E mendojmë sikur të ishte rasti i cili ka ndodhur tek ne. A kemi të bëjmë ne me ambiente të tilla të një cilësie kaq të dobët, apo jemi pak më të fokusuar tek pjesa e sigurisë në ambientet tona? Pra, me pak fjalë, çfarë duhet një ambienti që të licencohet si klub nate dhe të jetë i sigurt për klientët e vet? Sot mendoj që
ky është një apel për gjithë Ballkanin, jo vetëm për Maqedoninë, sepse megjithmonë neve jemi shumë afër njëri tjetrin dhe teknologjinë e ndërtimit nuk e kemi shumë ndryshe. Aq më tepër dhe materialet tona lëvizin janë pothuajse të njëjtat. Janë pothuajse sepse lëvizin lart e poshtë. Domethënë tu ka shumë kompani nga Maqedonia që tregtojnë produkte izolimi etj me radhë. Kështu që ky është një apel që i shkon të gjithëve domethënë në Ballkan. Ndërtesa të tilla në sy të lirë tu në Tiranë, po flas, nuk e di në gjithë Shqipërinë, nuk para gjend, domethënë mendoj që edhe në Shkup nuk do kishte. Po mund të ketë në një periferi të Shqipërisë, mund të ndodhi që mund të ketë një objekt të tillë i cili transformohet dhe kalon në një strukturë për evenimente të tilla. Atë që dua të them është që këto materialet e reja ose materialet e ndërtimit moderne kanë gjithçka pak a shumë kanë karaktere të substancave të djegshme. Pra duhet një kujdes shumë më i madh për realizimin dhe ndërtimin e ndërtesave me këto lloj materialesh. E thënë këtë është që të gjitha to produkte dhe gjithë ndërtesa në bazë të kësaj logjike duhet me patjetër të vendosen në respekt të një kodi shumë strikt që parandalon dhe ndalon zgjarrin. Dhe në klubet e natës ne kemi shkuar gjithë, domethënë mund të them që nuk mund të jenë në të njëjtit rast, por për shembull ka disa raste që unë nuk kam parë dyre emergjence për shembull në raste të tilla ku mund të jenë grumbulluar mbi 200 veta, ka pas një këngëtar apo dy këngëtar dhe janë grumbulluar me 200-250 veta, nuk ka pas dyre emergjence. Dyret emergjence janë gjëra kryesore që duhet të ketë një objekt i cili duhet të arrijë që në mënyrën më të shpejtë njerëzit të dalin jashtë. Ti ndoshta je i pa informuar ose nuk din ose ke bërë diçka të gabuar në materialet e ndërtimit, ama dyert e emergjencës ti duhet i kesh me do e mos dhe sa më shumë si thosh aerosje në mënyrë që mos ketë as fiksim gjatë kohës që krijohet kjo situatë. Mirë, përpos sistemit aerosjes, të paktën këto vende në të cilat grumbullohen shumë njerëz, a duhet kenë edhe një sistem për rastet e zjarrit, pra sistem me ujë? Përpos fikseve të zjarrit, se kemi parë në një farë mënyrë të paktën po flas në vendet e Europës që ka sisteme të ndryshme uji, të cilat në momente të një shkëndije e cila mund të sjell një vatër zjarri ndizen dhe bien në formën e shiut. Domethënë, ajo fillon që nga alarmi, në momentin që detektohet tym, pa e parë me sy, domethënë, fillon një sistem alarmi i cili vjen në lëvizje çdo lloj strukture që mund ndodhet aty brenda. Gjithçka është automatizuar. Në momentin që ato detektojnë tymin, pra ato sistemet alarmi detektojnë, ato hapen dhe fillon shkarkimi i ujit duke shplarë, duke munduar të eliminojë sa më shumë përhapjen e flakëve. Nuk diskutohet që gjitha këto që sa thatë juve janë pjesë e protokollit të sistemit antizjarrit, por nuk mjafton me kaq, por ka shumë edhe më shumë teori dhe mënyra se si duhet zbatohen këto, gjithë ato që po flasim. Unë mendoj që neve kemi shumë në objektet tona, në këto, sidomos për këto klubet e natës, ka nevojë për një kontroll dhe një vëmendje shumë serioze duke parë çfarë ndodhi në Koçan, domethënë duke marrë shkak nga kjo ngjarje, sepse mund të jetë fatale. Zjarri është më mirë, ndërmjet Shqipërisë dhe Maqedonisë kam përshtypjen zoti Hajdari do të bjerë dakord me mua, kemi një emërues të përbashkët, kemi korrupsionin. Në një farë mënyre të gjitha lokalet e natës janë të zotëruara nga njerëz të cilët janë me pushtet, kanë pushtet, kanë njohje dhe i kanë të gjitha të tjera. Dhe normalisht në një shtet ku nuk funksionon një demokraci normale, nuk ka se si autoriteti të shkojë tek dera edhe t'i kërkojë llogari. Ndodhe kundërta tek vendet tona, i kërkon llogari pronari lokalit për arsyen sepse ka ardhur autoriteti për të bërë kontrollin. Gjithsesi kjo është komplet diskutim tjetër, por për ta përmbyllur Eral, sepse duhet të marrë edhe mesazhin e zotit Hajdari. Atëherë, ajo që unë ju thash pak më parë, apeli që ndron, ky është një rast, një këmbane forte e cila tregon që me zjarrin nuk mund të bëhet shaka, zjarri është më i keq edhe më i fortë edhe sesa një tërmet. Një tërmet ne mund ta parandalojmë, ne edhe mund ta parashikojmë dhe duket që nuk do kishim kurrë të njëjtat fatalitete domosdoshmë. Kështu që zjarrit duhet kushtohet vëmendje, duhet të respektohet të gjitha protokollet në mënyrë që këto raste mos ndodhin asnjëherë. E qartë. Zoti Hajdari, diçka të fundit, e kam përshtypjen që do të kemi zhvillime të reja në vijim për të cilat do të mbetemi patjetër në kontakte, por mesazhi juaj fundit ajo se çfarë ju doni të përcjellni edhe për publikun shqiptar këtu në Shqipëri?
Po, mendoj se është një përgjithshëm edhe mesazhi. Domethënë, me që bëhet fjalë për dy shtete siç po tencuat edhe ju, që kanë shkallë të lartë të korrupsioni, sidomos këtu në Maqedoni, fatkeqësisht besimi ndaj gjyqësorit tani më vazhdon këto vitet e fundit të jetë vetëm 2% e qytetarëve i besojnë këtij gjyqësor, domethënë gjithçka duhet nga politika, nga faktorët politikë relevant që janë në Tiranë, në Shkup, të vihet një sistem krejtësisht ndryshe i funksionimit, aty ku do të funksionojë gjyqësori, aty ku do të kontrollohen edhe institucionet të cilat, me që po flasim për rastin konkret, cilat ndajnë leje, licenca të këtij lloji. Vetëm duke eliminuar këtë kancerin e korrupsionit si dukuri, po mendoj në shoqëritë tona, sidomos në shoqëritë tona këtu në Ballkan, mund të vendoset një sistem funksionimi i cili është urgjentisht i nevojshëm në këto hapësira që po flasim. E qartë. Zoti Hajdari, të falenderoj shumë që ishe sot në Fox News, të falenderoj për çdo informacion të përcjell deri në këto momente. Faleminderit edhe juve, kënaqësi. Erald, të falenderoj edhe ty nga ana tjetër për të gjitha teknikalitetet që përcolle në këtë transmetim. Ju falenderoj. Ne shkëputemi në publicitet, rikthehemi pas pak.